Me kapak e pjek, thot Liza, nuk djersin. Në fakt, e dashur Liza, aty është i gjithë sekreti i një buke të mirë që bëhet me brumë të fermentuar. Nëse brenda në furrë kemi vendosur një enë me ujë dhe gur zalli, gjithashtu dhe bukën e pjekim në një enë me kapak, gjatë pjekjes të gjithë avujt që krijohen në furrë ndihmojnë në ardhjen sa më të mirë të bukës. Dhe me këtë metodë pjekje është e garantuar që buka del gjithmonë e butë nga brenda dhe jashtë krijon një kore të hollë dhe krokante, siç e shikoni dhe në video. Unë preferoj që bukën ta pjek 30 minuta me kapakun e vendosur në tenxhere dhe më pas e heq dhe vazhdoj ta pjek akoma edhe 30 minuta të tjera. Pas pjekjes, unë preferoj që bukën ta mbuloj me një robë edhe gjysmore tjetër para se ta pres. Gjatë kësaj kohe buka vazhdon të kulloj akoma dhe më mirë, duke çliruar avujt e nxehtë me ngadalë dhe duke bërë që kora e bukës të zbutet akoma dhe më shumë. Të përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.